Në mbledhjen e fundit të Këshillit të Mediave të Shkruara, institucionit ndoshta më kredibil në Ballkan për gazetari, që ka funksion pak a shumë si gjykatë e gazetarëve, është vendosur që Jeta e Gjara dhe mediumi kallxo.com kanë shpifur kur kanë raportuar në shkrimin reagim ndaj fushatës shpifse për kontratën e vitit 2017 mes Birnit dhe RTK-s. Siç ka vendosur Këshilli, shkrimi shpifës i kallxo ka shkelur kapitujt 2 dhe 4 të Kodit të Mediave të Shkruara të Kosovës. Shkelja e kapitullit 2 është shkelja më e rëndë që mund të bëjë një medium, sepse konfirmohet që nuk është raportuar e vërteta. Pra, është shpifur. Dhe qysh në pikën e parë të këtij kapitulli thuhet qartësisht se gjatë punës së tyre, gazetarët dhe redaktorët duhet ta respektojnë të vërtetën faktike dhe të drejtën e publikut që ta di të vërtetën. Kallxo.com, i Jeta e Gjarës, nuk i ka qëndruar kësaj pike themelore në të bërit gazetari. Prandaj, në mënyrë pothuajse unanime, antarët kanë vendosur se artikulli reagim ndaj fushatës shpifse për kontratën e vitit 2017 mes Birnit dhe RTK-s është një artikull shpifës dhe i shkruar me të pavërteta. Situata bëhet akoma më rëndë kur dihet se ky artikull u shkrua kundrejt një gazetari, kundrejt një kolegu, pra kundër Arsim Halilit, drejtor i Radio Kosovës. Në njoftimin e KMSHK-s thuhet: KMSHK ka miratuar ankesën e Arsim Halilit kundër Kallxo.com për shkrimin me titull reagim ndaj fushatës shpifse për kontratën e vitit 2017 mes Birnit dhe RTK-s, duke konstatuar se janë shkelur kapitujt 2 dhe 4 të Kodit Mediave të Shkruara të Kosovës, të cilët kanë të bëjnë me raportimin e së të vërtetës, përkatësisht të drejtën për të përgjigjur. Pra, përveç se KMSHK tregon se Kallxo.com ka shpifur, aty konfirmohet edhe se është bërë një tjetër shkelje flagrante gjatë raportimit. I është mohuar e drejta për të përgjigjur personi që në artikull quhet me termet më të ulta. Konfirmimi i shpifjes edhe nga KMSHK është vetë se ridëshmim i asaj që e them unë vazhdimisht për këtë biznesmene me emrin Jeta e Gjara, që për një kohë gjatë është prezantuar edhe si gazetare. Ajo, si një diktatore e egër, tashë më shumë se një dekadë, mban pozitën e drejtores në një organizatë që kur i konvenon, me apliku për fonde, thosë është OJQ. E kur i duhet të marrë reklama nga bizneset, shndrohet në SHPK, pra në biznes. Epoka këtyre njerëzve po merr fund. Shumë shpejt, do të filloj edhe iniciativa që do të largoj ato edhe nga pozita e drejtores në Birn Kosova, sepse Birn nuk është shtëpi e saj private. Prandaj s'mund të qëndrosh 2 dekada drejtoresh në një institucion i cili supozohet të jetë OJQ, një shpifse e konfirmuar si Jeta e Gjara. Nuk mund të vazhdoj ta mbaj atë pozitë siç ka bërë tash sa vjet, duke e përdorur për sulme ndaj kundërshtarëve e përfitime personale në anën tjetër. Dhe fatkeqësia e madhe a e dini ku është? Në Birn e në Kallxo ka plot gazetarë të mirë e profesionist, të cilëve u duhet vendosen në shërbim të agjendave personale të Gjarës, e cila ka futur gjithë mekanizmat që i ka në dispozicion në luftën e saj për të pastruar imazhin. Por nuk bëhet dot më. Të gjithë e kanë kuptuar, e KMSHK e ka konfirmuar. Jeta e Gjara shpif, nuk e raporton vërtetën dhe për ma tepër u amohon njerëzve për cilët shkruan të përgjigjen.